në ato shtëpia ku ka qenë dhe piktura ose fotografi të varura. Dhe ne këtë mund të kemi përmend disa herë. Cili do që mohon atësinë e tij. Pra nëse njëri mohon atësinë e tij, e mallkojnë dhe largohen prej tij me lajke. Folja keq për sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kush flet keq për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mallkohet nga me lajke. Moment tjetër është kush i drejton hekurin vllajt të tij. Qoftë edhe me shaka, qoftë edhe duke loz, tha hadithi, edhe nëse është vllai prej nonë dhe prej babe, që s'ka hiç dëshirë me vrasë, ka vlla. Jo, në momentin që ja drejton hekurin, je i mallkuar nga me lajket. Tjetër, kur dikush e di të vërtetën, po nuk e ndjek të vërtetën për arsye mos humbi pozicionet e tij shoqërore apo që mund të ketë një jetë. Moment tjetër, ata të cilët e dinë të vërtetën, po nuk ua thon njerëzve. Këto të dyja janë përmend në Kur'an. Moment tjetër është sajesat në fe në Medinë. Pse është cilësuar në Medinë? Pse me saju jashtë Medinës s'ka problem? Jo, gjithanej me saju në fe është problem, po në Medinë është problem shumë i madh. Pse? Sepse aty vinë njerëz nga ana e botës. Dhe njerëzit mendojnë se Medina është vendi më i pastër. Dhe në momentin që aty sajohet diçka në fe dhe në besim, ai që është i huaj, ai që është larg, mendon se kjo është prej fesë dhe prej besimit, për këtë arsye ka ardhur ky hadithi pra. Hadithi që thot kush pik në Medinë, kush domethënë sajon në fenë e Zotit diçka që nuk është dhe nuk ekziston. Kush pret në besë një musliman ose e tradhton një musliman. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, fa alayhi la'natullahi wal malaika wan nasi ajma'in. La yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla. Ka mallkimin e Zotit, mallkimin e melajkeve, mallkimin e njerëzve mbar, e Zoti prej tij nuk pranon as farzet as sunetet. Sa keq është me pret tjetrin besë apo me e tradhtu tjetrin, Allahu na ruaj. Amin.